Ishte momenti i mbërritjes së zarfit. Një nga ato qaste ku koha duket sikur ndalon dhe çdo frymëmarrje bëhet e rëndë. Të gjithë banorët ishin mbledhur, sytë e ngulur te Dini, i cili mbante zarfin në dorë. Pyetja ishte vetëm një: a do të qëndrojë Edi, apo do të largohet nga shtëpia? Atmosfera ishte e tensionuar. Askush nuk fliste. Zhurmat e zakonshme të shtëpisë ishin shuar, sikur edhe muret po prisnin përgjigjen. Dini e hapi zarfin me ngadalë, me një seriozitet që e bëri situatën edhe më të rëndë. Çdo sekond dukej si një minutë. Pastaj, me zë të prerë, lexoi vendimin. Edi duhet të lërë shtëpinë e Big Brother Kosova. Në atë moment, shtëpia u mbulua nga heshtja. Një heshtje e rëndë, e ftohtë, që ra mbi të gjithë si një pllakë. Askush nuk reagoi menjëherë. Ishte një lajm i papritur, sidomos për Edin. Në fytyrën e tij u lexua shoku. Sytë ju zgjeruan, buzët ju thanë, dhe për një çast dukej sikur nuk po e kuptonte çfarë sapo kishte dëgjuar. No. Reagimi shpërtheu nga vajzat e shtëpisë pothuajse njëkohësisht. Ishte një britm dhimbje, habie dhe mosbesimi. Disa u kapën për njëra tjetrën, disa mbuluan fytyrën me duar, ndërsa disa të tjera shpërthyen në lodh. Askush nuk e priste një fund të tillë, jo në atë moment dhe jo në atë mënyrë. Edi qëndroi për pak çaste i palvizur. Vendimi i kishte ardhur si rrufe në qiell të hapur. Nuk kishte paralajmërim, nuk kishte kohë për përgatitje emocionale. Ishte një ndërprerje e menjëhershme e rrugëtimit të tij, një fund i papritur që la pas tronditje dhe boshllëk. Banorët e tjerë e shikonin me keqardhje. Disa me sy të përlotur, disa në heshtje totale. Ishte një nga ato momente që tregojnë se Big Brother nuk është vetëm lojë, por edhe emocione të forta njerëzore, lidhje që krijohen dhe ndarje që dhembin. Largimi i Edit nuk ishte thjesht një dalje nga shtëpia. Ishte një moment që ndryshoi energjinë e gjithë ambientit. Heshtja që pllakosi pas leximit të zarfit ishte më e fortë se çdo fjalë. Ajo heshtje tregoi gjithçka, Habin.